Detajet të reja kanë dalë në dritë nga ekzekutimi i biznesmenit Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mhalla, i vrarë mbrëmjen e 30 nëntorit në Elbasan. Policia ka arrestuar 29-vjeçarin Nevzat Spahu në Prenjas, i dyshuar si ekzekutori që qëlloi me armë biznesmenin brenda mjetit të tij tip Range Rover. Spahu rezulton me precedent të rënd kriminal, tentativë vrasje, armbajtje pa lesht, shtrëngim me dhunë për pasuri e vjedhje. Gjatë operacionit u sekuestrua një automjet, një celular dhe prova të tjera që do t'i shërbejnë hetimet. Pamjet e policisë tregojnë momentin e arrestimit të tij, ndërsa hetimet vazhdojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në ekzekutim. Sipas policisë, 29-vjeçari dyshohet këtë vepruar në bashkëpunim. Ngjarja ndodhi në lagjen e Min Matraxhiu, pak pasi Hyka kishte dalë nga zyra. Sapo u fut në automjet, ai u qellua me 3 plumba 2 në kokë, duke ndërruar jetë menjëherë. Autorët u larguan me një mjet tip Audi të zi drejt aksit Elbasan Librasht. Grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e plotë të motivit dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve në këtë vrasje mafioze. Bota e krimit në Shqipëri nuk është më kronikë e zezë, por lajmi kryesor i çdo dite. Gazetari Ertan Hoxha paralajmëron se krimi i organizuar dhe politika po funksionojnë në një pakt të heshtur, një aleancë që bëhet veçanërisht e dukshme në fushatat zgjedhore. Sipas tij, ngjarjet e fundit tregojnë se krimi nuk fshihet më, por vepron hapur dhe ka ndikim të drejtë për drejtë në skenën publike. Ai thekson se Elbasani, dikur epiqendra e luftës mes bandave, sot është i qetë vetëm sepse ka një marrëveshje mes dy botëve, asaj të nëntokës dhe asaj politike. Hoxha thotë se ngjarja e Rinasit ishte krimi mirëfillt i organizuar që u harrua shpejt, ndërsa ajo e Elbasanit ishte më shumë imitim, i zbuluar fal kamerave. Por paralajmërimi i tij është i qartë, vetëm kur përplasja të ndodh në Tiranë do të kemi betejën reale mes shtetit dhe krimit. Apeli i posaçëm dha një goditje të fortë Spakut, duke arsyetuar se të pandeurit e dosjes Toyota Yaris, përfshirë ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka, nuk kanë vepruar thjesht në bashkëpunim, por si grup i strukturuar kriminal. Ky konstatim çoi në prishjen e vendimit të shkallës së parë që e kishte dënuar Zarkën me 2.8 vite burg për ndikim të paligjshëm dhe korrupsion. Sipas apelit, në 5 faktet penale kanë marrë pjesë 3 ose më shumë persona të organizuar për përfitime materiale. Dosja lidhet me çështjen famkeqe të vitit 2018, ku në 2 makina Toyota Yaris u gjetën 3.4 milion euro të fshehura. Pas të dhënave të Sky ECC, në 2024 u arrestuan Zarka, avokati Çela dhe persona të tjerë. Tani çështja kthehet për rigjykim nga e para, ndërsa mbetet e paqartë nëse Spak do të drejtohet gjykatës së lartë. Prokuroria e Tiranës ka zbuluar një skem të sofistikuar përvetësimi ku Elisabeta Dosti, përfaqësuese ligjore e shoqërisë Prodhim Veshje numër 02, dyshohet se ka falsifikuar dokumente për të kaluar të gjitha pasuritë e kompanisë tek firma Empire Investment Solution e kontrolluar prej saj. Me këtë skem, toka, ndërtesa dhe pasuritë të tjera janë dhënë me qira. Janë shitur apo përdorur në marrëveshje ndërtimi duke gjeneruar mbi 1 milion euro fitime të paligjshme dhe duke përjashtuar nga përfitimet qindra aksionerë të tjerë, shumica pensionistë. Prokuroria e ka vënë Dosti në arrest shtëpie dhe hetimet vijojnë për të përcaktuar dëmin real dhe rrjetin e mundshëm të transaksioneve të paligjshme. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka arrestuar në flagrancë inspektorin me iniciale DQ, oficer patrulle në Maliq, pasi gjatë shërbimit ai përplasi për vdekje 67-vjeçarin Bashkim Hida në aksin Maliq-Lozhan. Ngjarja ndodhi rreth orës 18 të ditës së dieshme, kur efektivi po drejtonte automjetin e tij. Policia akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Korçës. Hetimet po vijojnë për të sqaruar rrethanat e aksidentit fatal. Policia e Lezhës ka identifikuar autorin e dyshuar që sulmoi barbarisht 35-vjeçarin Petrit Paloka mbrëmjen e dieshme në Rrill. Hetimi po vijon dhe emri i tij nuk bëhet ende publik. Blut kanë siguruar pamje nga kamerat e bizneseve dhe po krahasojnë lëvizjet e makinës së autorit me ato pranë vendit të ngjarjes. Paloka u tërhoq me forcë nga automjeti dhe u godit disa herë me shkop bejsbolli duke marrë plagë të rënda. Ai ka deklaruar se nuk i ka njohur agresorët pasi ishin të maskuar. Policia ka kryer kontrolle në disa banesa, por ende nuk dihet nëse është rënë në gjurmët e autorëve. 35-vjeçari ndodhet në spitalin e traumës. Policia e Kukësit ka zbardhur ngjarjen e 27 nëntorit ku u qellua me armë zjarri në drejtim të një biznesi. 2 persona, Ate Bir, Xheme dhe Misin Mena, dyshohet se janë autorët e ngjarjes. Në pranga është vënë jati, ndërsa djali është shpallur në kërkim. Gjithashtu policia ka sekuestruar automjetin e dyshuar me të cilën Ate Bir ka lëvizur kur kanë kryer veprën penale. Policia e Tiranës ka arrestuar Besart Pashkaj, 26 vjeç, i shpallur në kërkim për një plagosje të dyfish në korrik 2021 pranë qytetit Studenti. Për të gjykata kishte caktuar masën e sigurisë për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese e mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje e prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Ngjarja ka përfshirë Njazi Kullën dhe Aldo Gjinin, të cilët pas një konflikti të çastit plagosën me armë 2 persona, Altin Gjokon dhe Jetmir Marashin. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 3 mjete, përfshirë një tip Audi që përdorej nga autori i plagosjes. Arrestimi i Pashkajt shënon një hap të ri në hetimet për këtë ngjarje. 4 shqiptarë kanë rënë në prangat e policisë në Itali pasi u zbuluan se kishin ngritur shtëpi bari. Era e marijuanës ishte aq e fortë sa pavarësisht pyjeve për rreth. Policia dyshoi dhe filloi të monitoronte depon zyrtarisht të braktisur.
2 javë më vonë u zbulua një ferm kanabisi që çoi në pranga 4 shqiptarët si dhe u sekuestruan 64 kg marijuanë. Ngjarja ndodhi në zonën e Pavias, konkretisht midis Varësit dhe Santa Margherita di Staforas. Karabinierët arrestuan 4 shqiptarë të cilët tani më po mbahen në burgun e Pavias. Ata akuzohen për posedim të lëndëve narkotike me qëllim trafikimin e tyre. Autoritetet thonë se zbuluan edhe një kasolle bashkë me serën e marijuanës. Në të njëjtën depo, pasi arrestuan 2 të parët oficerët italian, më vonë zbuluan 2 bashkëpunëtorë të cilët u arrestuan po ashtu. Sipas mediave italiane, brenda objektit ndodheshin qindra vazo që përmbanin mbetjet e bimëve të marijuanës, si edhe rrënjë hashashi. Në fushkruj para ndeshjes mes Ilirisë dhe Skënderbeut për raundin e 14 kategorisë së parë, futbollistët dhe trajneri i Skënderbeut Ernest Gjoka janë dhunuar nga stafi dhe lojtarët e Ilirisë jashtë stadiumit Redi Maloku. Mes të dhunuarve janë edhe Saleh Nasr, Altin Ukiçi dhe Mario Gjata. Klubi i Korçës njofton se në këto kushte nuk mund të zhvillohet ndeshja duke denoncuar sjelljen jo sportive dhe mungesën e mikpritjes nga skuadra kundërshtare. Një grop karstike me diametër rreth 7 metra dhe thellësi mbi 10 metra është shfaqur pranë banesave në lagjen e spitalit në Belsh duke shkaktuar panik tek banorët. Zona e Dumres ku ndodhet gropa ka mbi 84 liçene karstike dhe karakterizohet nga shkrirja e shkëmbimeve të gipsit dhe gëlqerës. Fenomene të tilla janë bërë të shpeshta pasi këtë vit dhe vitin e kaluar u hapën gropa të ngjashme në fshatra Dëshiran dhe Çestie. Banorët kërkojnë ndërhyrjen emergjente, ndërsa moti me shi rrit shqetësimin. Protestat e fermerëve grek kanë shkaktuar bllokime të mëdha në vendin fshinj dhe ndikojnë edhe në pikat kufitare me Shqipërinë. Policia kufitare Kakavijës njofton se aksi rrugor Kakavi-Janin në kryqëzimin e fshatit Kallpaq do të mbetet i bllokuar nga ora 19 deri në një njoftim të dytë për shkak të protestës. Në këtë periudhë do të lejohet qarkullimi vetëm për automjetet me emergjenca shëndetësore. Pika kufitare e Kakavijës ishte e bllokuar edhe një ditë më parë për rreth 5 orë. Federica Mogherini, ish përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme, u mor në pyetje për 10 orë nga zyra e prokurorit publik evropian në Bruksel lidhur me menaxhimin e Akademisë Diplomatike Europiane në Kolegjin e Europës në Bruges. Pas marrjes në pyetje, ajo u lirua dhe mori pasaportën duke mundësuar lëvizje të lirë brenda dhe jashtë Belgjikës. Hetimi përfshin edhe 2 italianë të tjerë, Stefano Sanino dhe Cesare Zagreti, për favorizim në tender. Mogherini mohoi çdo shkelje, duke thënë se të gjitha informacionet ishin publike dhe procedura ishte transparente. Akademia Diplomatike tashmë operon në kolegj me një marrëveshje 4 vjeçare dhe një buxhet rreth 1 milion euro për përgatitjen e diplomatëve të Bashkimit Evropian. Biznesmeni italian Pamphilo Colonico është dënuar me 4 vite burg në Ekuador për prodhim, mbajtje dhe trafikim të parasë së falsifikuar. Ai u arrestua në shtator në një kompleks banimi në San Bordon, ku policia gjeti $394.700 të falsifikuar, pasaporta dhe dokumente të tjera. Prokuroria prezantoi biseda dhe video që tregojnë biznesmenin duke testuar vlefshmërinë e parave të falsifikuara. Gjyqtari mori vendimin duke urdhëruar gjithashtu kërkimfaljen publike nga i akuzuari.